Michelle Obama shpjegon arsyen pse është e lumtur që ajo dhe Barack nuk patën një djalë. Michelle Obama ka shpjeguar se pse është e lumtur që ajo dhe bashkëshorti i saj, Barack Obama, nuk kanë patur një djalë. Jeta private e familjes Obama ka qenë disi e mbrojtur dhe private nga publiku për shumë vite, por kjo ka ndryshuar që prej largimit të tyre nga shtëpia e bardhë në vitin 2017, sidomos për Michelle, e cila ka qenë shumë aktive në media kohët e fundit, duke marrë pjesë në disa podcaste ku ka folur për jetën familjare, për përvojën në shtëpinë e bardhë dhe për martesën me një ish president amerikan. Dy vajzat e çiftit, Malia 26 vjeç dhe Sasha 24, ndërkohë, kanë ndërtuar karrierat e tyre që prej largimit nga Washingtoni rreth 8 vite më parë. Së fundmi Michelle ka treguar se ndihet krenare për mënyrën se si është formuar familja e saj, duke theksuar se një djalë do të kishte qenë shumë i ngjashëm me babain e tij, Barack. Gjatë një episodi të podcastit që ajo drejton bashkë me vllain e saj, Michelle ju përgjigj një komentit moderatores së njohur të radios Hot 97, Angie Martinez, e cila tha se do të kishte qenë bukur të kishin edhe një djalë në familje. Michelle, e cila është 61 vjeç, reagoi menjëherë: "Jam shumë e lumtur që nuk kam një djalë, sepse ai do të ishte një Barack Obama tjetër. Një Barack i vogël do të kishte qenë fantastik", ja ktheu Martinez në bisedë ndërhyrje dhe vllai i saj Robinson, duke thënë me humor: "Ajo thjesht I ka hullazuar djemtë e mi", duke I referuar djemve të tij Austin dhe Aaron, ndërkohë që prej muajsh kanë qarkulluar thashë theme për një krizë martesore mes Michelle dhe Barack. Ajo I ka mohuar kategorisht këto lajme.